Tjetër pra drejt? Haltoja. Përshëndetje zemrat e bukura. Vlog me Elin. Sot do ta nisim ditën që në mëngjes do të bëjmë thonjt. Atë do i tregoj orën, sa është ora, dhe do marr kafen para, do marrim kafen se ajo vajza që do bëj thonjt punon edhe në një butik edhe është në gjumë tani, megjithëse unë i dua punët të herët në mëngjes, domethënë që të kem ditë përpara. Ja ora. Ora është 9:25 dhe shkojmë bëjmë thonjt, por para teknikili marrim kafen. Edhe patriotja kafe. Oh, se ke parti? Se ka kapur prapë qipka. Edhe thonjt i bëra, në fakt, të them të drejtën i kam bërë pak të gjatë, por nuk e di pse nga më mbush mendja. Ja pashin shoqes time dhe hajde, të dyja. Ti kemi thonjt e gjatë. Pra, i ka bërë në këtë mënyrë edhe pjesë këtu ka bërë kordel. Unë e them nga dialekti Shqipërisë Mese, po fjongo pra. Edhe na ka zënë shiu, këtu ka fillu shiu. Duhet marrë Adriane nga shkolla edhe të filloj me programin të shikoj çfarë kam për të bërë. Atëherë para se të filloj të nis ditën, do t'i tregoj një kuti që më ka ardhur, një unboxing. Kjo është një, domethënë është një grua greke që nuk jeton këtu. Domethënë nuk jetojmë në të njëjtin qytet, por duke parë faqen time të Instagramit, po më shkruante që më pëlqen shumë dhe më tha që dua të bëj, domethënë dhurat, por dua që t'i bëj tag faqes së saj në Instagram. Ajo në fakt merret me shitje kolanësh. Kolanët këtu quhen ato stretchet, që janë edhe për fëmijë, ka domethënë që të bash maçi me fëmijët, edhe për mamat. Vetëm për fëmijë dhe mama, nuk e di, për baballar me sa pash tek faqja nuk ishte, po atë nuk e pyeta. Kështu që thash ta hap bashk me ju, ja ku është Vasiliki e quajnë, Vasiliki World. Dhe do t'i bëj edhe tag në Instagram. Pra kjo është kutia, unë e kam me kamerën nga para, prandaj del me gërmat me kokë poshtë. Do ta hapim, edhe do shikojmë. Këto janë kolan që janë kështu, domethënë nuk është se janë një ngjyrëshe, më duket. Më shumë kishin këto ngjyra të ylberit të përziera. Dhe thash ta hap edhe ta shikojmë. Megjithëse do ta vendos dhe në Instagram. Dhe më duhet domethënë në Instagram ta them dhe greqisht që ta kuptojnë domethënë. Edhe greke, edhe vetë faqja, megjithëse ajo nuk është që tha dua, domethënë greqisht, s'ta asnjë gjë, thjesht më bëj tag, tha. Dhe ta shikojmë që na ka sjell Vasilikia.
paketimi duket. Ka bërë goxha paketim, edhe me qeset paketuara. Shumë të bukura. Adrianës, sidomos për t'i veshur në balet, e sigurt që do t'i shkojnë shumë. Edhe unë do t'i vesh kur të bëj video. Po ja tregoj kështu ndryshe. Se dia do arrit dot që ta hap me një dorë, por sinqerisht, kur e kam parë faqen, ka pëlqyer, pse do thoni ju, se duket që kolanët ishin material shumë i mirë, edhe janë fantastik fare. Unë kam një tip që copat, sa i kap, do me thënë, i kuptoj, wow, ky që ka për flokët, që sa i bukur, për t'i vendosë Adriana në balet. Ka vendosur edhe këtë kartën, ja ku është, Vasiliki. Thank you. Kemi dhe, këto i ka sjell për mua, për të vesh me Adriana, se Argita nuk i donte me kaq ngjyra, do me thënë. Edhe ka sjell dhe këtë portokallin. Tani, jo, ky do t'jetë i Adrianës, më duket ky ishte i madh. Apo ka sjell dy, sinqerisht nuk e di. Jo, kjo është për mua, po. Tani e pash, kjo Leilaja është për mua, po e ka bërë për Halloween, fakt, sepse është bërë para një muaj komunikimi me te, edhe nga që jeton larg nga këtu, e ka sjell tani. Edhe drekën fërges këtu qik me ca speca skuqur sipër, si që bëj unë. Edhe pulë, por nuk është e gjithë pula, gjysmë, se gjysmën e kemi bërë supë her tjetër. E na ngeli kjo gjysma, kemi nga Shqipëria pulën. Nuk e di, i kam edhe pak gjallë, por nuk e di pse nuk duket e verdhë. Edhe gatimi im për sot.
Atëherë, kam vendos kamerën para. Nuk dua atë kamerën nga brapa sepse dua të shkoj vetëm time kur bëj edhe mbylljen. Atëherë para se të mbyllë këtë vlogun, dua që t'ju them që për punën e vlogmasit. Vlogmas nuk është që do ketë, por do t'ja shpjegoj. Tani bisht mos na i vini re se kam vënë që mëngjes, e kam lak me ujë e nejse, edhe më zhbër pak me onde. Për vlogmas është e vështirë sepse 2 ditët e fundit Fatmiri ka marrë shumë skica. Unë fakt ju kisha dhënë fjalën jo 100%, por deri diku që do bëja vlogmas. Në fakt kam pak video të shkurtra diku, nuk e mbaj mend, diku tek 14-15 minuta, ndoshta, sepse është shumë e vështirë. Është për mua shumë e vështirë nëse do t'i bëja ja këto 3-4 ditë para, për shembull mund t'ju jepja videot, për shembull mund t'i ngarkoja. Problemi ishte mbrapa se është shumë e vështirë që të filloja, domethënë t'i bëja se unë nuk kam kamerë. Domethënë do t'i bëja videot dhe do t'i bëja në mëngjes, t'i ngarkoja në darkë, është shumë e vështirë. Plus që kam dhe Adriana, që Adriana e kam thënë dhe them që është edhe në balet, edhe në shkollën e argëtimit, edhe në shkollë që shkon, domethënë rregullisht çdo ditë, çdo mëngjes. Plus që 3 ditë në javë ajo qëndron Oloimero këtu quhet gjatë gjithë ditës, domethënë deri në orën 4, megjithëse orari i fundit është deri në orën 5:30. Unë nuk kam dëshirë, por është dëshira e saj dhe më duhet që t'ja çoj drekën e ngrohtë. Pra imagjinoni kudo që jam, nuk do mendoj dot që të hap kamerën nga shpejtësia që deri këtu do ikë atje. Është shumë e vështirë dhe editimi. Thash, unë nuk kam kamerë, me telefon është aq e vështirë sa vetëm ato që bëjnë vlog me telefon e din se sa e vështirë është. Dhe po shikoja që jam shumë e ngarkuar, edhe t'ju them të drejtën isha duke u menduar që çfarë do bëja, do ta bëja vlogmasin apo do të thënë, një vlogmas ishte futur tek mendimet e mia thellë. Nuk po gjeja një rrugë zgjidhje, do të thënë po i bëja të gjitha planet, bëj këtë, bëj atë, pastaj si të ta ngarkoja, do shkonte shumë vonë. Derisa njerëzit, do të thënë juve që do ta shikoni, do ishte
do ishte shumë vonë për ta parë, do ishte, do me thënë, nuk e di, nuk të harrite do të merrte pëlqimet e duhura një video, e dyta, e treta, e tjerë, se nuk do arrinin dot shikueshmërinë që duhet. Dhe përveç kësaj, që kjo mund t'ishte mendimi i fundit, kam të tjerat më shumë që janë më të ngarkuar, do me thënë, kam punët e tjera. Do kisha shumë dëshirë si vjetë, por e pa mundur. Me që jam edhe nga shtëpia, edhe jam shumë e sigurt që do jem e ngarkuar. Edhe do jem shumë aktive në Instagram, këtë do t'jo them 100%, do jem shumë aktive në Instagram. Ndoshta një vlog mas që nuk e bëj këtu mund ta bëj në Instagram, do me thënë me minutat që janë shumë të shkurtra, po këtë mund ta bëj, sepse është shumë shkurt, dhe Instagrami në orët e vona ka një shikueshmëri shumë të lartë. Do me thënë Instagrami mund të arrijë një shikueshmëri shumë të lartë, diku tek 15.000 veta, diku mund të them tek ora 12 ose 1 e natës, edhe plus nesërmen që vazhdon, por që ka një shikueshmëri shumë të lartë, me thënë është ndryshe Instagrami, ndryshe YouTube. Dhe them që aty mund ta bëj në Instagram, po patjetër mund të bëj video të shkurtra. Kjo është e sigurt. Në Instagram do jem aktive, edhe po mendohem që këtë gjë ta bëj në Instagram, do me thënë të jem gjatë gjithë muajit, ose ndoshta nëse nuk jam çdo ditë, pak do të jem një ditë po, një ditë jo. Kështu që do të jemi rregullisht në video siç kam qenë çdo fundjavë, çdo të shtunë. Por prandaj dhe e vënova dhe videon, e vënova për këtë arsye, pra që nuk isha akoma e sigurt çfarë do bëja, se o do ta nisja të hënën, që është data 1 dhjetor, dhe do ta përfundoja, do me thënë diku tek 24 ose 25 e dhjetor, dhe por ja që të paktën me që jam e lodhur nga shumë, e ngarkuar nga shumë gjëra tjera familjare, do me thënë jashtëzakonisht edhe nga biznesi që kemi këtu shumë, dhe është e pamundur. Pra do të shihemi në videon tjetër natën.